Nëse ju pëlqejnë treshet, kemi një lajm të mirë për ju, sepse Andale këtë vit ka nisur me 3 episode pilot. Vajpin. Ose Vajpina, nga Kristiana Hoxha, që siç e ka thënë në përshkrim, është një episod totalisht pa skenar. Ta autorët e këtij programi, adoleshentët e këtij programi janë pak të ndyrë. Edhe më kanë detyruar të bëj ca pyetje. Me pyetje super ekskluzive nga showbizi shqiptar. Një cica apo 3 cica. Dhe kalojmë te klubi i sheqerit ku Aldi dhe Kristo rrëmbejnë një fëmijë çdo javë dhe e çojnë në vende të ndryshme. Me sa duket, rrëmbimi është totalisht i lishëm, për sa kohë ke kamera, mikrofon dhe një titull interesant në YouTube. Madje merr mbi 300.000 shikime nga vetë fëmijët. Kujdes, mos e provoni në shtëpi, as pa kamera domethënë, as në rrugë, as në menjë lloj. Dhe jemi tek i thënë që dashuri, ku në fakt do të thënë që në episod pilot, sepse si pilot nuk do merrte përsipër një rrugë që zgjat më pak se 9 minuta. E bukur e 9 minutësit është që duket pak kur është në YouTube, por është rekordim personal kur vjen puna tek Maru? Okej. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për sot, deri në episodin e radhës. Puçi. Ándale.